në kuadër të financimit jashtëm ushtarak, FMF, u vendos që shqyrtimi i këtij projekt ligji të zhvillohet në seancën plenare të datës 27/7/2026, ora 15:00. Ju informoj se nga shërbimi i seancës plenare ju është shpërndarë deklarata e konfidencialitetit, e cila duhet të nënshkruhet nga çdo deputet si kusht për të njohur me marrëveshjen për ratifikimin e marrëveshjes UAS direkte ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, përfaqësuar nga Agjencia e Bashkëpunimit për Sigurinë dhe Mbrojtjen në kuadër të financimit të jashtëm ushtarak, FMF, si dhe me dokumentacionin shoqërues. Pas nënshkrimit të deklaratës, deputetët mund të njiheshin dhe mund të njihen me projekt ligjin dhe dokumentacionin përkatës, duke respektuar detyrimin për të ruajtur konfidencialitetin e informacionit dhe për të mos e bërë atë publik. Pas përfundimit të njohjes me projekt ligjin, dokumentacioni i vënë në dispozicion duhet dorëzohet përsëri pranë shërbimit të seancës plenare. Komisioni për çështjet e brendshme dhe mbrojtjen dhe Komisioni për ekonominë, punësimin dhe financat kanë përfunduar shqyrtimin dhe miratimin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes UAS direkte ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, përfaqësuar nga Agjencia e Bashkëpunimit për Sigurinë e Mbrojtjen në kuadër të financimit të jashtëm ushtarak FMF, me shkresën e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zotit Tauland Balla, për shkak të konfidencialitetit të marrëveshjes dhe dokumentacionit përkatës të projekt ligjit më sipër, kërkohet që seanca plenare gjatë shqyrtimit të projekt ligjit zhvillohet e mbyllur në përputhje me nenin 43.2 e rregullores së Kuvendit. Në nenin 43.2 e rregullores së Kuvendit parashikohet se kërkesën për të zhvilluar seancë plenare të mbyllur mund ta bëjë Presidenti i Republikës, Kryeministri ose të paktën 1/5 e gjithë deputetëve duke e motivuar atë. Pas dëgjimit të kërkesës dhe diskutimeve rreth saj, vendoset me votim të hapur me shumicën e të gjithë anëtarëve të Kuvendit. Kur vendoset zhvillimi i seancës plenare të mbyllur, drejtuesi i seancës u kërkon personave të ftuar, medias dhe personave nga publiku të largohen nga salla. Kush do të flasë pro kërkesës? Nuk jemi në procedurë, jemi në procesin e votimit të kërkesës, ju lutem. Kush do të flasë kundër kërkesës? Po. Zoti Shea i kundër kërkesës? Edhe ndërkohë gjej rastin t'ju tërheq vërejtje për një gjest jashtëzakonisht në kundërshtim me rregullat, po mbas edhe me ligjet, sepse në Kuvendin e Shqipërisë është një institucion ku punon një administratë nderuar, si në çdo institucion tjetër të shtetit, e cila nuk mund të vihet nën presionin e deputetëve jo, apo dhe të dhunës fizike. Ata kanë ardhur dhe punojnë këtu për të mirën e përbashkët, punojnë për shtetin shqiptar dhe nuk duhet të vendosen në situata të tilla absurde dhe të papranueshme. Dhe ju lutem, ne deputetët e Kuvendit të Shqipërisë duhet t'i japim shembullin të parët në Shqipëri se si respektohet ligji dhe jo t'i japim shembullin e kundër se si shkelet ligji këtu në sallën ku bëhen ligjet e Shqipërisë. Fjala për ju. Kërkesa juaj, zoti kryetar, për të zhvilluar të seancë të mbyllur është skandaloze. Dhe me qëra fjala për sa i takon sjelljes time, zoti kryetar, tu kam një kallëzim penal. Ky kallëzim është për të gjithë ata që javën e kaluar dhunuan një përfaqësues të opozitës i zgjedhur me votat e qytetarëve shqiptar. Ky është një skandal i vërtet për të cilin ju, kushdo që ka marrë pjesë, do mbaj përgjegjësi para drejtësisë. Ky është kallëzimi penal. Me qëra fjala. Tani, ju nuk e kuptoni që jeni bërë thjesht qesharak. Qesharak. Me këto marrëveshje tuaja e provuat njerë. E provuat me ndoni se do i shpëtoni drejtësisë duke bërë marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
duke i bërë qefin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e provuat me bordin e paqes, menduat se shpëtuat, dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që jo vetëm që hetimet kundër Belinda Ballukut, e cila ju mban peng, jeni peng të Belinda Ballukut, vazhduan, por përveç akuzës për shpërdorim detyre, ju ngritë një akuzë tjetër, për korrupsion. Ju që vini këtu dhe e shisni veten si pro-amerikan, po ju vetëm pro-amerikan nuk jeni. Ju nuk e kuptoni, ju jeni një tuf të korruptuarish, të rëndomt, që vidhni popullin më të varfër në Europë. Dhe na vini këtu, na shiteni... Falenderit, zoti Shehi. Çfarë thash? Falenderit dhe vërejtje përsëri për përdorim të fjalorit jo parlamentar për fyerje të deputetëve të Kuvendit Shqipërisë. Hedhim në votim kërkesën e 40 deputetëve për zhvillimin e mbyllur të diskutimeve të projektligjit gjatë seancës plenare datë 23/7/2026, ora 15:00. Votimi do të jetë i hapur me karton, pro kundër abstenim. Pro kundër abstenim, 74 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, kërkesa miratohet. Në zbatim të këtij vendimi, u kërkoj personave të ftuar, përfaqësuesve të medias dhe personave nga publiku të largohen nga salla, ju lutem. Administratat marr masat e nevojshme për zbatimin e këtij vendimi, vetëm për diskutimin e projektligjit, ndërsa procesi i votimit do të jetë i hapur. Fillojmë procesin e votimit. Hapim votimin për prezencën. Mbyllet votimi. 74 deputet prezent. Fillojmë me votimin e aktit, projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes huas direkte ndërmjet Republikës Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfaqësuar nga Agjencia e Bashkëpunimit për Sigurinë dhe Mbrojtjen, DSCA, në kuadër të financimit i jashtëm ushtarak FMF. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Votimi është i hapur, procedura e votimit 2 votime me elektronik. Hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 74 vota pro, 0 kundër, 0 abstenim. Miratohet projektligji në parim. Kalojmë në votimin nën për nën me karton sipas variantit të propozuesit. Neni 1, pro kundër abstenim. Ngrini kartonën, ju lutem. Miratohet. Neni 2, me pëlqimin e Presidentit të Republikës Shqipërisë, ky ligj hyn në fuqi menjëherë. Pro kundër abstenim. Miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi. Hapet votimi në tërësi me elektronik. Mbyllet votimi. 74 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet në tërësi projektligji. Seanca plenare këtu mbyllet. Ju falenderit gjithëve.